Mirëmbrëma dashur miq televizionit Shpresa. Me mua sonte në studio ndodhet profesor Pullum Bilinçi për të folur për ngjarjet më të fundit në rajon. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kemi sërish. Pa humbur kohë kalojmë në lajmin e parë. Betejë ligjore pezullon zgjedhjet. Vendos fatin e Veliajt. Profesor, Edi Rama emëroi zonjën Marasiliu për Bashkinë Tiranë. Këshilli Bashkiak i hoqi mandatin zotit Veliaj me ndihmën e dy partive. Të premten, qeveria miratoi shkarkimin e Veliajt, dy partitë përgatiten për zgjedhje në Kryebashkiakut Tiranë. Sot në mesditë, gjykata pranoi ankesën e Veliajt, duke nxjerrë dy partitë blof pa afat të caktuar. A mund të na shpjegoni më tepër situatën? Mirëmbrëma të dashur shqiptar, kudo që ndodheni në Evropë, në Amerikë. Unë po thuaj për natë, po dalë para jush për të thënë realitetin dhe gjithmonë kam thënë realitetin. Gazetarja pyet ashtu siç pyesin të gjithë në përbare, në për rrugët, në për dancat fëmijët e këtyre që kanë para, me saptje djerë se të fshin me para, kurse ju s'keni buktani. Dashur shqiptar, të dyja partit çfarë nuk u kanë bërë. Le fëmijët juaj kanë nxjerrë jashtë, por kohët e fundit, ka 2 javë rresh që më datën 11 shtator, Edi Rama është bërë sikur ai është perëndi për shqiptarët. Ç'është e vërteta, është një halabak dhe zgjodhi kryetare e bashkisë pa hequr sipas ligjit. Po ashtu dhe të dyja partitë që të dyja me gjithë qef i ngritën kartonët të thoshe ti që këto dy partit janë të ndara. Këto kanë qenë bashkë. Po ashtu, edhe qeveria të nesme, besoj se nga data 14, por nuk jam i sigurt, e aprovovi atë që bëri bashkia, këshilltarët e bashkisë. Ata këshilltarë që të gjithë, ata shqipfolës. Ata që u vjedhën juve në bashkinë e Tiranës. E vendosi dhe qeveria largimin e tij. Se këtu është përhapur dashur bashkëdhetar shqiptar që Edi Rama ka spaku. Edhe mendovi që do t'i bënte të gjitha. Po ashtu Velia sot që në mëngjes, dhe mbasdite besoj, gjykata e anullovi largimin e atij kryetarit të bashkisë, uli poshtë të dyja partitë dhe e la pa afat. Pra, të dashur bashkëdhetar shqiptar, ju i shihni këto fytyra. Ju i shihni këtë zonjën që ministri jashtme që s'ka vjedhur ajo, bashkë me atë ministrin që është në burg. Pra, këta do përfundojnë të gjithë me një vend. Velia, pamarësisht del nga burgu, është në burg. Por gjykata e vendosi ashtu si e vendosi dhe nuk ka gjë tjetër, vetëm ka arrestime gazetare dhe burgjet nuk do t'i nxjerrë aq njerëz janë për ta arrestuar këtë ditë. Faleminderit. Profesor, opinioni publik mendon gjërësisht se SPAK kontrollohet nga Rama. Por duke se po del fjala juaj, pasi shumë revista dhe gazeta të njohura dhe prestigjioze kanë folur për këto. SPAK mund të bëhet kundërshtari më i mundshëm i Ramës. Kanë folur shumë gazeta të njohura, po ashtu dhe kjo gjermane. Çfarë mund të na thoni më tepër, profesor, për këtë? Revista gjermane të dashur shqiptar është më e njohura në Evropë. Dhe çdo gjë i ka lajmet të freskëta dhe reale. Jo vetëm gazeta ajo revista gjermane, po e gazetarët e tjerë kanë shkruar në Evropë. Po ashtu, në Kombet e Bashkuara të dashur shqiptar, ishim mbledh nga gjithë bota, kryetar, aty u zën Shqipëria 3-4 herë në gojë. Sepse ka ardhur dashur bashkëdhetar, Shqipëria do bëhet një shtet ashtu si e duan shqiptarët, një shtet i lirë, me Shqipërinë me kufi natyrore, një shtet që ka 100 vjet, që është vrarë nga regjimi komunist, ka 35 vjet vetëm vjedhje, dhe këta po janë në krye.
Është përhapur edhe mua më shkruajnë disa njerëz që SPAK-u varet nga Edi Rama. Të dashur shqiptar, SPAK-u nuk varet nga Edi Rama. SPAK-u paguhet nga Amerika edhe byroja kombëtare. Por pengesin që ka sjell, unë thash para ca ditëve, janë 11 hajdutët, ata gjoja që japin ligjin, që janë më në krye në Shqipëri, quhet 11 gjyqtar, o 11 prokuror që ndajnë prokurorin, japin lajmet kush arrestohet e kush nuk të arrestohet. Prandaj gazetat po zjen gjithë botën, por gazetat flasin, të huajt flasin, ndihmojnë 97% e shqiptarëve, kurse shqiptarët janë i gjumë. Janë i gjumë, aman, ka kohë që flasën për kafene. Flasën, po kanë frikë. Unë nuk e kuptoj, pe kujt kanë frikë. Unë nuk kam thënë, dashur shqiptar, që SPAK-u nuk varet nga Edi Rama. Pra, SPAK-u varet nga Amerika, sepse paguan Amerika, dhe Amerikës po i vodhe $100 me dënimin më të papar në histori. Pra, SPAK-u nuk është varet nga Edi Rama, dhe gazetat po shkruajnë për ditë, dhe gazetat e mbajnë, i kanë sytë në 2 drejtime, dashur shqiptar. Bota po shkon për luftën e 3 botërore, po shkon e papar në histori për Shqipërinë me kufi natyrore. Unë e kam thënë, ne pra të kemi erdhur për Shqipërinë me kufi natyrore, për t'i sjellë shqiptarët që janë jashtë Adheut, jashtë detit tonë, jashtë oqeanit tonë, të kthehen në familjet e tyre, të shohin shqiptarët një ditë të bardhë. Pra u erdhi dita, gati e keni në prag të derës një ditë gëzimi, një ditë dasme. Faleminderit, profesor. Ju shpesh keni paralajmëruar për luftën, në fakt, për luftën e 3 botërore, edhe para se të qarkullonin lajmet, dhe doja të pyesja pak për këtë. Nis lufta e 3 botërore, vendi dhe data, parashikimi i fortë i Arjanit Slamniku. Profesor, mund të na shpjegoni më tepër situatën dhe mund të na shpjegoni se çfarë na pret? Cili televizor është kjo? Televizori Top Channel. Të dashur shqiptarën, nuk kam thënë para 6 muaj që lufta e 3 do të hidhur, po jo për shqiptarët. Do të hidhur për armiqt tonë shekullor që na ka captuar me shekuj. Është lufta për fqinjtë tonë, që në fqinjve tonë i kemi mbajtur me bukë, u kemi dhënë tokë, qas u kemi dhënë si serbëve dhe grekëve. Sidomos për grekëve, çfarë nuk u kemi dhënë grekëve, nuk ka ekzistuar në Greqi, po kanë ekzistuar vetëm gjuha shqipe. Ashtu dhe shkrimtari para një viti, shkrimtari grek, mi njohur, shkrojti dhe u tha grekëve, o grek, këtu kanë qenë vetëm shqiptar. Pra, lufta e 3 është, të dashur shqiptar, do jetë shumë keq në Francë, do jetë shumë keq në Poloni, në Ingliterë, sidomos edhe në Greqi. Sepse Turqia është bërgati, dashur shqiptar, Turqia, presidenti turk i mbyll edhe megafonin kur foli në Kombet e Bashkuara, sepse i tha realitetin Izraelit, që ju keni vrarë fëmijë me shekuj, atëherë bëuni gati me luftë serioze. Pra lufta ka filluar lufta, që është e vërteta, pavarësisht se nuk tregohen nga gazetarët, sepse nuk lejohen. Izraeli, të dashur shqiptar, është goditur shumë. Pra këtë kishte Edi Rama në plan, me disa të Izraelit, që unë kam zirë dhe fotografinë dikur, ishe dita e Barjamit, në tavolinë e tij vend të ishte ambasadori amerikane dhe të ishte myftiu, që ishte puna e muslimanëve, por në atë tavolinë ishte një nga, po e them hapur shqip, një qifut me një kapel, mendonin të sillin 20 milion Izraeli.
po jo të dashur shqiptar. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria e kanë shqiptarët. Natyrën e ka krijuar Zoti me kufi natyrore. Ne e kemi gati të dashur shqiptar. Nuk do të ketë këmbë të huaj në tokën e Shqipërisë. Nuk do të ketë droga në tokën e Shqipërisë, po do të ketë vetëm shqiptar. Unë ua kam thënë gjithmonë që shqiptar do marrë vila, hotele, ju nuk e besoni, po ju do t'i keni shqiptar, sepse i kanë të huaj. Pra, të dalë një pyetje përsëri e gazetares, lufta është shumë e hidhur dhe një nënë shtatzane do t'i dridhet fëmia, aq të merri do bëhet. Por, Kosova jon, Maqedonia Aleksandrit, Malizi dhe Shqipëria kur nuk janë për të prekur. Pra, ne do të bëhemi me Shqipërinë me kufi natyrore, po unë ju pres ju dashur shqiptar. M'janë det në gjumë, ejani për fëmijët tuaj. Pra, lufta ka filluar, por lufta është minuta minutën në Greqi do dëmtohet jashtëzakonisht. Faleminderit. Profesor, të prindën e kaluar, ju i bët thirrje KLP-s të bëjë detyrën dhe mos të pengoj aksionin e SPAK-ut. Mos vallë KLP-ja u trëm nga thirrjet tuaja dhe u vu në lëvizje, si mendoni? KLP-ja të dashur shqiptar, siç u kam thënë gjithmonë, po e sqaroj një herë hollësisht. Po u flas shqip. Nuk flas me gjuhën e këtyre, domethënë tembruarve deputet që nuk dinë as shqip, as anglisht, as një gjuhë, po e përzien e bëjnë lem çfarë, flasin me dialektin sërb edhe grek. Dashur shqiptar, unë u kam thënë që Shqipëria, SPAK-u nuk i arrestonte dot, sepse pengosh edhe jetën pengimin më të madh që ishte 11 të quajtur, ja e pas kanë nxjerrë Këshilli i Lartë i Prekorisë, keni dhe emrat e kryetarit Mihal. Amor Mihal. E shoh dhe nga emri Mihal, por i shoh të gjithë emrat, unë ua thash, po më mirë zgjoni sa më parë para se të nxjerr fotografit, para se të nxjerr dosjet tuaja, si keni hyrë, çfarë shkollë keni bërë. Pra, më duket se lëvist, po e lejoni, sepse gazetat sot dhe televizorët që deri dje e mbronin Edi Ramën, Berishën, thoshin kur nuk ka arrestime, kurse sot në për televizorët e tyre që i kanë shërbyer serbëve, grekëve, Top Channel, Klani, News 24, A2, të gjithë televizorit që janë, tashi po fillojnë po flasën realitetin. Pra, po flasën atë që ne kemi thënë të dashur shqiptar, për arsye unë shoh këtu në fotografi Edi Ramën të nevrikosur, zvenc kryeministrin të zbukuruar, edhe sot e dëgjova në parlament që i thresnin i e bërë shumë e bukur me para tona. Por ata njerëz që i thoshin i e bërë e bukur, edhe ata janë udisur nga fytyra nga të vjedhur. Pra, zot tallshin në parlament me para tuaja. Pra, unë e shoh dhe kryetari SPAK-ut. Unë i them KLP-s përsëri. Shkoni në rrugën e dur, s'kemi më kohë, do bëjmë Shqipërinë, unë e kam bërë qeverinë teknike, jepni lejnë, për ndryshe, unë va thash, arresta do vinë dhe ju. Nëse SPAK-u nuk po vepron, erdhi edhe 2 ditë ka, pra ju do të filloni arrestimet që i keni filluar dhe t'i mbaroni, para arsyet në të kundër do arrestoni ju të SPAK-ut. Pa marrësi se ju të SPAK-ut nuk ua përmend emrat, po ju i dini vetë, keni filluar, mendoni të dërgoni familjet në Amerikë. Jo. Unë ua kam thënë më përpara. Unë quhem Plum Pilinçi, unë jam në Amerikë, unë jam në Evropë, unë jam në Shqipëri, në tokën e stërgjyshve të mi dhe në tokën ku unë kam lerë. Unë jam edhe në Amerikë,
të stërgjyshve të mim për 300-400 vjetë për para. Aty mi ka ngelur koskat njerëz të mi dhe nëna ime dhe i matë. Pra, nuk kini ku vini po se arrestuan këta. E në hen të vini e fëmit ku do t'i qoni, këtu do i pëni logariu të Spakut nëse ju nuk i arrestoni këto ditë. Unë nuk them t'i arrestoni për qef, po t'i arrestoni për dosjet që janë mbyllur. T'i arrestoni për 97-ën. T'i arrestoni për naftën që a dhatë serbëve. T'i arrestoni për 20 janarin. T'i arrestoni për piramidat. T'i arrestoni për 97-ën që u vranë 5.000 veta. T'i arrestoni për hasmërin që keni futur në veri. Po vrisni familjet më të mira me njëri tjetër, me taktikën sërbe. Pra, janë shumë për të arrestuar, le për të vjedhur, këtu janë parat, nuk ikin. Vilat, pallate që u kam thënë të dashur shqiptar, janë për ju. Pra, Spaku, filloni natën, mbaroni shpejt, sa më shpejt të mbaroni, aq më mirë për ju është. Aq sa më shpejt të arrestohen, aq më mirë do t'jetë për ju ke lepes. Pra, arrestoni këto fytyra që i kanë shmëdru familje, që i kanë darë burë e grua, që i kanë darë fëmijit për të detit, që i kanë bërë Tiranën, për le qytetet tjerë, Tiranën, që i kanë bërë më çdo cep, më çdo restorant jashtë, kafene, japin droga. Policia i shikon, po ka frikë, sepse shefat e tyre i kanë ndaluar, se dofta janë fëmijët e tyre, janë fisit tyre, apo është tregtia e tyre që bëjnë pazar për droga, për leminuar fëmijë, për leminuar shpresën e kombit që ne mezi e presëm. Pra, të dashur shqiptar, Spaku nuk është Edi Ramës, Spaku e ka ndaluar deri më sot, ata 11 persona që pat mund të nxjerrin një herë, që t'i shohin shqiptarët, t'i lexojnë emrat e tyre. Ja, pra këta i ka ndaluar të dashur shqiptar. Këta i ka ndaluar se këta kanë biznis. Pra, nuk po u them sot, po u dije një për një, çfarë keni, ku i keni parat, si i keni bërë, si keni hyrë në Kelepen, kush u ka futur dhe pse i ndaloni. Pra gjithë bota sytë të dashur shqiptari ka në tirania. I them tirani se është bolshevike, i them tirani se janë shqip folsi, i them tirani se ka shkatruar Shqipërinë. E një diçka tjetër desha thoshe me këtë rast të dashur shqiptar. Unë udhëtova pak, dje, udhëtova për në atë rrugë që i thonë rrugën e kombit, qëllimisht. Dhe më kanë ndaluar makinën, ata nuk e dinë që ishe unë, ndaluan dhe kërkuan 5 euro. Zotnia që ishte me mua provokime, bëri qëllimisht, e kam fjallën aty ku kam në atë hurin, që t'i ndalojnë Kuksianët, Traun. I tha, unë nuk kam euro, a herë do t'japësh 606 lek e 50, do me thënë gati 8 euro. I tha ky, si ka mundësi? Dhe i tregovi dhe telefonin, i tha, eroa është më poshtë se dollari. Do me thënë duhet tipte 4 lek, po thuaj për 5 euro. Këte e kam bërë qëllimisht, o Kuksian, e kam bërë për patriotët e Shqipërisë. Pse nuk e ka bërë në hunë pak më poshtë, po e kanë bërë aty ku do shkosh në Kuks, aty ku do shkosh në Tropoj, aty ku do shkosh në Valbon, në vendet më të bukura të Shqipërisë. Të dashur Kuksian, mos paguani fare, se ajo është për të rije për ju, për të ndaluar ju, për të ndaluar patriotët e Shqipërisë, pse se kanë bërë rrugën edhe për Shkodër, po e kanë lënë një rrugë për të vrarë njëri me tjetrin. Pra, të dashur shqiptar, u erdhi dita e çlirimit, u erdhi dita e një qeverie teknike për 3 muaj, për të zgjedhur 80 deputet, 41 senator, të zgjidhen nga i fshat, nga i qytet, nga ajo familje që është për të zgjedhur,
Jo si deri më sot me Shqip folsit. A e pa që sot si Zirçi të dashur shqiptar të quajtur kuvent o parlament. A e pa si Zirçit thoshin një i tjetër, ti e mi bukur, a ju e mi bukur. Talqin me ju, talen me ju nuk i keni zgjedhur. Ata janë të emruar, po ju jini në heshtje. Le atë, po menduan të zgjedhin dhe kryetare bashkisë. Kryetare bashkisë i zgjedhëm ne, me ju, me intelektual, me fëmijë tuaj. Pra, di një ditë do zgjedhen deputetët, senatorë 41, 80 deputet, di një ditë do zgjedhen kryetarët e bashkisë për gjithë Shqipërinë, do zgjedhen kryetarët e komuneve për gjithë Shqipërinë, do forcohet policia me rrogë të paktën 1200 më 2 javë, do forcohet arsimi që të jenë vërtet profesor, do t'i ftoj edhe një herë prej këtu. E janë një herë, le e di që jeni pensionist, këtheuni, do pagueni shumë mirë që ti mësoni studentët si dikur. Pra, të dashur shqiptar, këta kanë përfunduar, e një herë spak, lëviz ke afat, 2 ditë, nuk ke me afatin dhe gjatë, duhet qeveria ne të largohemi të vem aty ku është me intelektual. Pra, nuk ka gazetare as zgjedhje, as për bashki, as për komune, as për gjë, po ka vetëm arestime, të mbarojnë arestimet sa më parë. Shumë faleminderit, profesor. Nuk e din nëse keni diçka për të shtuar? Unë s'kam gjë për të thënë vetëm për studentët, desha thoshe shkurtimisht. Të dashur student, për sa ditë ju filloni shkollën. E di që shumë nga ju nuk do të vini dot në universitet, sepse prindërit tuaj nuk kanë para. Sepse prindërit tuaj kanë punuar 46 vjet në regjimin komunist sërb, rus, edhe më në fund kines, kanë punuar në përfermat kooperativat, këta alabakët që janë në qeveri për 35 vjet, këta shqip folsit u kanë dhënë prindërve tuaj $80 në muaj. Të dashur prindër, unë e di, po duroni se këto ditë do bëhet qeveria. Neve e dërguam edhe gazetaren Pardije dhe i pa konviktin aty ku flenë. Më mirë të flesh jashtë se brenda, sepse jashtë është era dhe nuk ka lagështi, kurse brenda muret ishin për të shkrojtur nga lagështia. Ne i kemi para e me satelit të dashur shqiptar. Ne i dim, po dërguam edhe gazetaren dhe i pa. E pyetën edhe studentët. Kanë bërë disa apartamente o pallate që i quani për çekët, që ata vinë, këtu vinë të korruptuar, për të pastruar parat të dashur shqiptar. Ata jetojnë si në mbretëri, kurse fëmijë e niprat, e stërnipat, e mira vjetë që jetojnë në këtë tokë të bekuar, por gjithmonë kanë urdhëruar shqip folsit, kanë shkatruar kombin. Pra student të dashur, e janë në shpresa, nuk kemi nevojë të votoni, kemi nevojë për ju të regjistojni për punën tuaj. Unë a thashtem përpara përsërit sot, ne kemi krijuar shkollën me 3 degë të policisë, të FBI-s shqiptare, që biroja kombëtare do i quhet FBI shqiptare, të inteligjencës shqiptare, për të mbrojtur kombin e Shqipërisë, për të mbrojtur kombin e Amerikës dhe të Shqipërisë prej këtu, sepse bota është ndryshe dashur shqiptar. Dhe vend të Amerika të vijë nga Amerika me avione, avionit i ngre pe këtu dhe për një qerekore është në Kinë. Këtu do t'jetë baza me fort në botë. Këtu do konllohet çdo gjë të dashur shqiptar. Është në favor të shqiptarëve. Edhe presidenti Bushi, i biri i Bushit, partia e Qavi, qau me lot, kur dëgjovi në Kombet e Bashkuara për Kosovën, kur dëgjovi për Shqipërinë që ndodhe, i ra lotët dhe tha, dofta ju e keni parë, ne kemi nxjerrë në internet, me lot në sy, duke thënë,
Shqipëria është timja, Kosova është tona. Pra të dashur shqiptarë, Bushi me 3 shekuj në Amerikë, prindi gjyshrit e tij, thot Shqipëria është timja, Kosova është timja. Kurse ju rrini në gjumë, kurse ju i pëngoni fëmijët të vinë këtu kene, për veten e tyre, mos kini frikë dashur shqiptarë, këta ka vdekur. Do t'i shihni dhe vetë. Unë po them këto ditë do arrestohen këta kryesorë. Të tjerët, ju do t'i shihni me sy, aty në Skënderbeu, o më çdo qytet të Shqipërisë dhe ju t'i bëni gjyq popullor. Natë e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër, do shihni lajme, rrini pranë televizorit, mos shikoni me televizorit e këtyre, çdo gjë që u kam thënë unë janë realitete, janë gjëra që ju do t'i kini që janë në tokën e shqiponjave. Natën e miru pafshim nesër në orën 6. Shumë faleminderit profesor për kohën tuaj, faleminderit dhe ju shikues të dashur, shihemi sërish nesër, natën e mirë.